Bismillahirrahmanirrahim. Mirë se vini në serin tonë mbi 40 hadithet e Imam Nawawiut, Allahu e mëshiroft, ku çdo javë analizojmë nga një hadith të pejgamberit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, hadith që shpresojmë të ketë ndikim në jetën tonë. Nga Ebu Huraira radhiyallahu anhu. Emri i Ebu Hurairas është Abdurrahman ibn Sakhr. Nga Ebu Huraira radhiyallahu anhu transmetohet se profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: prej gjërave nga të cilat ju kam ndaluar, largohuni. Gjërat me të cilat ju kam urdhëruar, zbatojini sa të keni mundësi. Vërtet, pyetjet e tepërta dhe kundërshtimi i pejgamberëve, mosbindja ndaj tyre, shkatruan popujt që ishin para jush. Cilat janë dobit dhe mësimet, mesazhet e përfituara nga ky hadith i profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Hadithi në fjalë trajton disa qëndrime shumë të ndjeshme në sferën fetare. Qoftë për ndalesat, qoftë për urdhëresat, njeriut i duhet vetë disiplinë dhe qëndrueshmëri në zbatimin e tyre. Ndalesat fetare, haram dhe mekruh, duhet shmangur plotësisht, përveç rasteve kur ka justifikim dhe domosdoshmëri. Pra, ne jemi të urdhëruar jo vetëm që të mos i veprojmë haramet, por edhe të largohemi prej tyre. Qëndrimi larg haramit është diçka më shumë se sa mos praktikimi i tij. Në surën Al-An'am, ajeti 151, Allahu subhanahu wa ta'ala urdhëron dhe thot: mos ju afroni veprave të turpshme, qofshin ato të hapta apo të fshehta. Në surën Al-An'am përsëri, ajeti 152, Allahu subhanahu wa ta'ala urdhëron dhe thot: mos ju afroni pasurisë së jetimit, përveç se për ta rregulluar atë. Në surën Al-Isra, ajeti 32, Allahu subhanahu wa ta'ala urdhëron dhe thot: mos ju afroni imoralitetit, sepse ai është shfrenim dhe rrugë e shëmtuar. Në surën Al-Hajj, ajeti 30, Allahu subhanahu wa ta'ala urdhëron dhe thot: largohuni prej ndotësisë së idhujve dhe largohuni nga fjalët e rreme. Në surën Al-Ma'idah, ajeti 90, Allahu subhanahu wa ta'ala urdhëron dhe thot: o besimtar, me të vërtet pijet alkolike, bigjozi, idhujt dhe shigjetat e fallit janë vepra të ndyta nga punët e djallit, prandaj largohuni nga këta, me qëllim që të shpëtoni. Ndërsa profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: ruaju nga harami, do të jesh nga adhuruesit më të mëdhenj. Për ne si besimtar musliman, largimi nga harami ka më shumë rëndësi, ka më shumë vlerë se sa realizimi i një vepre të mirë vullnetare. Ndalesat haram janë kategorike, të prera, të pa tolerueshme për besimtarin, për dallim nga ndalesat mekruh, të cilat janë të pahishme dhe të papëlqyeshme për besimtarin. Për shembull, pijet alkolike janë haram, të padiskutueshme. Imoraliteti është haram. Fashëthemet, mashtrimet janë ndalesa haram. Ndërsa shembull nga ndalesat mekruh, mund të themi, bisedat e panevojshme për pas namazit të yatsis janë të papëlqyeshme dhe të pahishme për besimtarin musliman, për shkak se rrezikon humbjen e namazit të sabahut. Ose, shembull tjetër, të ushqyerit me qep apo me hudhra para daljes për në xhami, është një ndalesë
e pa pëlqyeshme, e pa hishme për besimtarin, sepse mund t'i shqetësojë besimtarët që gjenden pranë tij apo me lajket e Allahut që gjenden në xhami. Tërheq vëmendjen për mentalitetin e gabuar në mesin tonë. Ky mentalitet thot: jam duke bërë haram për momentin, por gradualisht do e lë atë. Nuk ekziston koncepti pak nga pak në raport me gjunahet e mëdha. Nga veset e tilla duhet hequr dorë menjëherë përderisa është e mundur. Për shkallëzimi që ka përdorur Allahu Azza wa Jall në vendosjen e legjislacionit islam në kohën e shpalljes 23 vjeçare, nuk duhet përdorur si justifikim për haramet tona. Një tjetër mendësi jo e hishme për besimtarin është edhe shprehja: kështu bëjnë të gjithë. Të gjithë mund ta bëjnë haramin, por ne si besimtar musliman nuk duhet ta bëjmë atë. Përse? Sepse jemi të ndërgjegjshëm për një llogaridhënie përballë një gjykate supreme, në një ditë të madhe para Allahut subhanahu wa ta'ala. Supozohet se distancimi nga një vepër e keqe është më e lehtë se sa realizimi i një të mire. Për rrjedhoj, në hadithin ton, pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam i ka kushtëzuar urdhëresat me mundësinë për t'u zbatuar. Detyrimet fetare nuk shkojnë përtej mundësive njerëzore. Allahu subhanahu wa ta'ala në surën Al-Baqara, ajeti 286, urdhëron dhe thot: Allahu nuk ngarkon askënd përtej fuqisë që ka. Ndërsa në surën Hajj, ajeti 78, Allahu subhanahu wa ta'ala urdhëron dhe thot: Allahu nuk ju ka vënë asnjë barr, asnjë përgjigj, asnjë vështirësi në fen tuaj. Pra, kush nuk mundet që ta realizojë një detyrim plotësisht, e kryen aq sa ka mundësi. Parimet tona janë: falu në këmbë, nëse nuk mundesh, atëherë falu ndenjur. Nëse as ndenjur nuk mundesh, atëherë falu i shtrirë. Një parim tjetër islam përsëri thot: ndryshoje të keqen dhe parandaloje atë me dorën tënde, me forcën tënde. Nëse nuk mundesh, atëherë ndryshoje atë me këshillën tënde, me fjalën tënde. Nëse nuk mundesh, atëherë me së paku urreje të keqen me zemrën tënde. Përsëri një parim tjetër mund ta cekum. Ky parim thot se Allahu Azza wa Jall dëshiron që t'ju a lehtësoj dhe jo që t'ju a vështërsoj çështjet e fesë. Tërheq vëmendjen për dallimin ndërmjet urdhëresave farz apo vajib, që përkthehen urdhëresa detyrë dhe obligim, dhe atyre urdhëresave sunnet ose mustahab ose mendub, që do thot urdhëresa fakultative, vullnetare. Përgjegjësia e farzit është më e madhe se sa përgjegjësia e sunetit. Nuk shkelet dhe nuk cenohet farzi për të realizuar një sunet. Prandaj besimtari musliman duhet të ketë kujdes prioritetet në fe. Për shembull, namazi është farz. Respektimi i prindit është farz. Drejtësia në gjykim është farz, është obligim. Ndërsa sunetet, për shembull, janë pastrimi i dhëmbëve, higjiena e gojës, është një veprim, është një urdhëresë fakultative, vullnetare, e pëlqyeshme, e hishme për besimtarin musliman. Gjithashtu, gusli për ditën e xhuma dhe namazin e xhumas është një urdhëresë e pëlqyer dhe e motivuar për besimtarin musliman. Kemi një parim fetar juridik të cekur nga dietarët tanë, shumë të rëndësishëm për të njohur nga masa e besimtarëve. Ky parim thot: nuk ka haram në rastet e domosdoshmërisë dhe nuk ka obligim në gjendjen e pamundësisë. Nuk ka haram në rastet e domosdoshmërisë dhe nuk ka obligim në gjendjen e pamundësisë.
Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'anin famëlart, në surën Al-An'am, ajeti 119, thot, Allahu ju a ka shpjeguar çfarë është e ndaluar, përveç se kur jeni në shtrëngesë. Ndërsa në surën At-Taghabun, ajeti 19, Allahu subhanahu wa ta'ala urdhëron dhe thot, friksojuni Allahut sa të keni mundësi. Një çështje tjetër e përmendur në hadithin ton është çështja e pyetjeve. Pyetjet janë ilaç i rëndësishëm kundër paditurisë. Padituria kurohet duke pyetur. Pyetjet e nevojshme dhe të dubishme herë janë obligim dhe herë janë të pëlqyeshme. Ne si besimtarë musliman jemi të urdhëruar në Kur'anin famlar, pyetni dietarët nëse nuk e dini. Ndërsa pyetjet e tepërta, pyetjet e panevojshme, pyetjet e padubishme, pyetjet jo praktike, pyetjet provokuese, pyetjet përtallëse janë të ndaluara, sepse ato sjellin kundërshti dhe bëhen shkak për përçarje, dhe përçarja sjell veç shkatrim. Prej shembujve të pyetjeve të ndaluara mund të jenë edhe pyetjet rreth çështjeve të gajbit, çështjeve të botës metafizike, të asaj bote të padukshme, për të cilat Allahu subhanahu wa ta'ala nuk na ka dhënë detaje. Gjithashtu pyetjet për realitetin e shpirtit, pyetjet për sekretin e kaderit të Allahut subhanahu wa ta'ala, gjithashtu pyetjet për realitetin e atributeve hyjnore. Të gjithë këto tema janë përtej kapacitetit njerëzor dhe përderisa nuk kemi gjykim dhe informacion në shpalljen hyjnore, edhe besimtari musliman nuk pyet dhe nuk interesohet për çështje të tilla. Në një hadith profetik, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Allahu azza wa jall i urren 3 gjëra. Allahu azza wa jall e urren përgojimin dhe thashëthemet. Allahu azza wa jall e urren shpërdorimin e pasurisë dhe Allahu azza wa jall i urren pyetjet e shumta, që do thot pyetjet e kota, të panevojshme që krijojnë ngatresa. Prandaj edhe sahabët e profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, duke patur këtë ndjeshmëri ndaj pejgamberit alayhis salam, tregoheshin të kursyer në pyetje. Sahabëve u pëlqente kur vinte ndonjë burr i mençur nga beduinet e Arabisë, i bënte pyetje pejgamberit ton Muhammed dhe ata e dëgjonin me vëmendje përgjigjen e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu, edhe kundërshtimi i porosive profetike është shkak për dënimin hyjnor. Duke ju referuar informacionit fetar dhe historik, gjejmë se populli i Nuhut u dënua me përmbytje të mëdha. Populli i Hudit u dënua me një stuhi shkatërruese. Populli i Lutit u dënua me përmbysjen e qytetit, u shkatërrua me gur nga qielli. Prandaj edhe Kur'ani famlar na fton të vrojtojmë dhe të meditojmë për shkaqet e shkatërimit të qytetërimeve dhe të civilizimeve të kaluara. Përse? Sepse në tregimet e tyre ka këshilla për ata që janë me mend. Në surën Yusuf, ajeti 111, Allahu subhanahu wa ta'ala urdhëron dhe thot, në tregimet e atyre popujve, në tregimet e atyre pejgamberve, ka këshilla për ata që janë me mend. Ndërsa në surën Ar-Rum, ajeti 9, Allahu subhanahu wa ta'ala motivon për udhtim dhe për reflektim, duke thënë: "Vallë, a nuk udhtojnë nëpër botë e të shohin se si kanë përfunduar popujt e mëparshëm? Ata kanë qenë më të fortë se këta, se sa banorët e Mekkës, dhe tokën e kanë shfrytzuar dhe punuar më mirë se sa e punojnë këta. E të dërguarit e tyne u kanë sjell prova të qarta. Nuk ishte Allahu që u bëri atyre pa drejtësi, por ata i bën pa drejtësi vetes."
i bën padrejtësi vetvetes duke kundërshtuar urdhrat e profetëve të tyre dhe si rezultat e merituan ndëshkimin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Në një fragment tjetër kuranor, në surën El-Fajr, ajeti 6 deri tek ajeti i 13, Allahu subhanahu wa ta'ala përsëri fton për vështrim, për meditim dhe për reflektim, duke thënë: "Vallë, a nuk e diti se çfarë ka bërë Zoti yt me fisin Ad, banor të Iremit me pallatet shumë shtyllshme, të atill që nuk janë krijuar askund tjetër në tokë si ata. Dhe me fisin Themud, që gëllendin shkëmbit në lugin për t'u bërë si shtëpi. Dhe me Faraonin, njeriun e hujve që torturon të njerëzit. Të gjithë këta shkelen çdo kufi në vendet e tyre, duke shtuar atje shthuarjen dhe korrupsionin. Prandaj Zoti yt lëshoi mbi ata kamxhikun e dënimit." Dëgjues i nderuar, duke shpresuar që të takohemi javën që vjen në hadithin e 10, po e lë në amanetin e Allahut subhanahu wa ta'ala fen tuaj, shëndetin tuaj, sigurin tuaj dhe përfundimin e veprave tuaja. Ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhenetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.